Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Sonte kam të ftuar profesorin e mirënjohur, profesorin Yahya Koka. Do të përpiqemi që së bashku me të bëjmë një bisedë sa më produktive, por gjithsesi edhe në nivelin shkencor nga ana e profesorit, për të zbardhur shumë çështje për të cilat vetë profesori konsideron se janë të rëndësishme për audiencën tonë. Gjithashtu do të përpiqemi të mësojmë më shumë edhe për jetën e profesorit. E para se ta fillojmë diskutimin me të, unë do t'i lexoj 2-3 fjalë të cilat flasin për një biografi të shkurtër të punës shumë vjeçare të profesorit. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesë. Uroj t'i shfrytëzojmë sa më mirë këta minuta që shikuesit tanë të mësojmë shumë gjëra për të cilat pretendojmë se janë të rëndësishme për ta. Po ashtu edhe uroj të njëjtën. Profesori Yahya Koka ishte i biri Osman Kokës, një intelektual dhe luftëtar i lirisë i specializuar në Rom, i cili u zhvendos në Gjakov ku lindi Yahya, fëmiu i tretë. Në këtë vazhdimsi, arriti rezultate shkencore të nivelit botror. Arriti arsimin dhe grada shkencore në Prishtinë, Zagreb, Moskë, Gjetiu, përkatësisht në Harvard dhe Universitetin Carnegie Mellon, i cili është edhe qendra numër 1 në botë në fushën e kompjuterëve optik. Ai ishte student dhe bashkëpunëtor i nobelistëve si Basov, Proherjev, Kassent, George Hinton e të tjerë. Ky i fundit në këtë vit ka fituar çmimin Nobel për inteligjencën artificiale, por në fillim të viteve 80 ai ishte bashkëpunëtor me profesorin në një projekt të financuar nga NASA. Ndërsa në fillim të viteve të 90-ta, ai u bashkua projekteve të Litton de Tarpa, kompani ushtarake amerikane. Profesori ka punuar edhe në Universitetin e Prishtinës dhe pasi u përjashtuan nga universiteti si shumë kuadra tjera në fillim të viteve të 90-ta, në 30 vitet vijuese ka vazhduar ngritjen shkencore, profesionale si profesor amerikan dhe si shkollar në CMU, Shtetet e Bashkuara, pastaj në Dubai, Japoni, Max Planck, Hong Kong dhe në Kuwait, ku edhe pas pensionimit punon si shefi një observatori dhe laboratori të njohur amerikani Kuwaitos me kohë të pakufizuar. Gjithashtu, kur është ndërprer aktiviteti, ai është zgjedhur edhe deputet i Kuvendit të Kosovës për 2 mandate. Ka themeluar disa qendra hulumtuese, nga të cilat më e njohura është Kosmosi dhe Njeriu, ku profesori aktualisht vazhdon hulumtimet. Profesori Yahya Koka ka më shumë se 100 botime në revista shkencore të shquara në botë, si dhe libra dhe kapituj në shtëpitë më të shquara në botë si Nova e të tjerë. Profesor, faleminderit me gjithë këtë prurje profesionale shkencore që keni bërë në vendin tonë, por edhe eksperjenca nga vendet e huaja. Nuk do të humbim shumë kohë dhe do të fillojmë me njëherë të nisemi me atë jetën tuaj, kontributin tuaj gjithsesi, por fillimisht na fol 2-3 fjalë. Si ishit ju si fëmijë? Çfarë mbani mend nga fëmijëria juaj? Faleminderit për prezantimin kaq të mirë, por desha një korrigjim të vogël atje kur isha si pensionuar me afat të pacaktuar. Unë e kam ndërprer përkohësisht, pra kam ngrirë për të bashkuar Parlamentit të Kosovës, jo që ka përfanduar mandati, pra arsye se unë isha atje me kohë të pacaktuar. Tash i kthehemi fëmijërisë, unë kam lindur në Gjakov dhe në qoftë se emocionet flasin për kujtimet e ëmbla fëmijërore, kam dëshirë ta kujtoj atë që thot poeti edhe gurët e Sakakut më kanë mbetë kështu në kujtesë të mirë të përjetshme, dhe dëshira që ngritjen time profesionale shkencore kryesisht ta bëj për ngritjen e Gjakovës, e Kosovës dhe kombit në tërësi. Dhe kjo është edhe porosia babait që të bëj këtë formë të ngritje, pra ngritjen ta bëj të karakterit arsimor, shkencor e kështu me radhë. Prandaj edhe u mundova që të shkoj në laboratore të njerëz më eminent në botë, që të pajisem me ngritje adekuate, që të kthehem në Kosovë përkatësisht në Gjakov dhe të vazhdoj aktivitetin tim, të cilin do të shihni më njëherë në imazhin e parë, slajdin e parë. Faleminderit, ne pra do të kalojmë në këto fotografi dhe shikuesit janë ata të cilët presin ti komentonin nga ana juaj. Faleminderit.
Ja pra, pas asaj përgatitje botërore, pra dhe me rezultatet votuara në revista më eminente edhe botime edhe libra, tekste, kështu me radhë, formova me njëherë pas luftës qendrën shkencore edukative Kozmosi dhe Njeriu, me qendrën e Gjakov, zyrja ishte atje te Këshilli i Vjetër. Dhe pastaj mirë po aktivitetet e kisha gjithë kosovare, gjithë kombëtare. Dhe për 13 vite kam mbajtur ligjërata shkolla verore, pra 3 muaj verë, 1 muaj dimër, shkolla verore dhe dimërore, dhe ja në slajdin vijus atje shifet një nga klasat atyre shkollave, dhe në kuadër të kësaj klase duhet veçoj disa talenta të cilët u zbuluan si ta tillë, me që sistemi ynë arsimor dhe sistemi akoma nuk ka mundësi të zbuloj ata. Dhe përmendja atje është Ardiana Bushi, e cila arriti të bëhet hulumtuese në CERN, merrni me mend. Pastaj është atje një voglushe, zonjë bukur, tash i profesoresh, doktoreshe famshme amerikane, Pranvera Hyseni atje. Dhe këtu në slajdin vijus shifet shifet Pranvera, tash i pak mosh pak më të ngritur, por pas çdo shkolle verore unë jepsha edhe certifikata për t'i motivuar për ngritje graduale, ashtu siç e kërkon natyrshëm duke zbuluar talent. Ashtu, siç e kërkon, siç thuani ju, mësimi me kompetenca. Kurse në anën e majt gjendet Suel Ahmeti, këta të dy njëra tash i është drejtoresh e një observator dhe planetariumi kombëtar ndër më të famshit në Europë këtu në Kosovë, kurse Sueli është drejtor i observatorit kombëtar në qendrën në Prishtinë. Në slajdin vijus shifen pikërisht ata dy, por në moshë më të vonë, aty kur pra duke ngritur me ato, dhe pastaj arritën që të bëhen reprezentativ në Kosovë dhe të famshëm edhe studius, kurse në slajdin vijus shifem gjatë një ligjërimi të këtyre shkollave verore, pra verore dhe dimrore, për cilën po flas gjithandej 13 vite. Dhe duke vazhduar kështu dhe në kuadër të qendrës Kozmosi dhe Njeriu, në slajdin vijus shifet një aktivitet imi tjetër. Vendosa që të ndërtoj një muze shkencor të quajtur Kozmosi dhe Njeriu, i cili quhej zyrtarisht i evidentuar në komunën e Gjakovës, qendra kërkimore, edukative, nanoteknologjike, kozmologjike, kështu quhet. Çka tentoje të bëje përmes saj? Pra, doja që në mënyrë konkrete, laboratorike, jo me fjalë thata, ashtu siç i kërkon PISA, të gjeneroj kompetencat të njerëz të ri, të cilët do të vinin në këtë observator dhe planetarium të ndërtuar në këtë shesh, të cilën e kam blerë për t'ia dedikuar Kosovës, përkatësisht Gjakovës dhe Trive, duke ndërtuar në këtë shesh planetariumin. Por fatkes edhe observatorin, fatkesisht me që ishte në lartësi, e dini ata që ndërtojnë kërkohen 2 faza, kërkohet leja urbanistike dhe pastaj leja me cilën ti duhet ta ndërtosh shtetin ose objektin. Kur bëra kërkesën për lejen urbanistike, urbanistat e mençur, se ju më ashtu gjakovar, të specializuar në Zagreb, thanë jo, bile kisha si nip, tha jo, tha daj nuk ka mundësi tipet leja urbanistike parësisht është shumë lartë. Ndonë se ndërtova 147 shkallë, absolutisht ka mundësi, se këtu tha mund ngritën në sportista, kurse aty duhet të vinë fëmijë, tri, pleq, njerëz të interesuar që të gjenerojnë dije me kompetenca shkencore. Dhe tha, fjala kyçe është fjala e rrugës, çështja rrugore. Zate nuk përmend si tendenca ime, se njerëzit janë ugurzi, tendenca ime është që të marrë diçka tjetër, për shembull të marrë teci. Nuk është ta ndryshosh destinimin. Po, zoj nuk është marrë, ja këtu i kam në 20 ari akoma. Nuk është marrë, edhe tash mund të ndërtoj, mund të ndërtoj edhe tece, xhamia, kisha, çfarë do, por edukata ime familjare, shkencore, kozmologjike, tregon në slajdin vijus që unë në këtë shesh për cilën akoma jemi aty shifet një kënd, kurse në slajdin vijus shifet që nuk është tece, por është një bibliotekë memoriale të cilën e kam ndërtuar, janë disa emisione, janë 3000 libra dhe se vinë njerëz edhe nga Shqipëria me që ka libra të cilat janë unikate për të karakterit shkencor dhe filozofik. Pra,
për t'i kthehemi faktit pse s'ma dhanë lejen urbanistike, mungesa ishte, fjala kyçe ishte rruga, qasja rrugore. Në slajdin vijus shifet pikërisht një rrugë dhe pastaj kryetari i komunës me shumë dashamirësi pa lekaj tha ne nuk mund ta japim në trullin e juaj, por të japim në koncesion për 10 vjet, përkatësisht 90 vjet me përsëritje. Në një vend tjetër, a? Po, një lokal tjetër jo larg trullit tim. Dhe natyrisht unë isha pak i brengosur pse mos ta ndërtoj në ambik, se unë mendoja pikërisht në trullin tim, por ja që më dhanë më njëherë lejen urbanistike, dhe më njëherë vazhdova ndërtimin, po jo unë, por aranzhmova kompaninë ndërtuese, aranzhmova domethënë inxhinierin mbikëqyrës, e kështu me radhë për smari unë isha në diasporë dhe kur ktheva e shoh pikërisht ndërtuar në këtë mënyrë. Por kur erdha, më njëherë ndodhi një befasi e çuditshme. Çfarë ndodhi? U fol zoj që aty kishte eshtra dhe paska qenë vorreza. Gjatë gërmimeve. Po u fol mbasi erdha unë për arsye se unë se kom parë procesin e kom parë kur jam kthyer, pasi e kom aranzhuar kur jam kthyer kom parë në këtë mënyrë, në këtë fazë. Dhe kur u brengosa shumë pse se ndërtova në ambientin tim në mënyrë kështu gjithsesi. Por ja dhe natyrisht unë ndërpreva atë si i brengosur dhe shkova te atë Nuh Kajtazi, një burr shumë i nderuar, dhe ai i tham si t'ja bëjmë tash. Dhe vendosëm që më në fund me shumë burra tjerë për cilin do të flas, që neve t'ja dorëzojmë kishës franciskane dhe ajo pastaj me emrin të bëjmë muze me emrin John Nicole Kazazi. Objektin t'ja dorëzoni... Objektin t'ja dorëzoj me gjitha kompetencat, se tash e u morë dhe leja ndërtimit me vonë mas ndërtimit, dhe me gjitha kompetencat e mia materiale dhe gjitha ingerencat t'ja dorëzoj, tash i mbje pyetja pse jo komunës, e cila është por kishës franciskane. Arsyeja është se u ndrru doktor Palekaj, kryetarët vijus nuk ishin të inklinuar për ndërtimin e këtij objekti muzeu shkencor, për arsye politike për cilat nuk kemi kohë të flasim. Por sidoqoftë ajo u ndërtua dhe u dorëzua dhe u mbyllën ato muhabete për arsye se vendosa të ndërtoj diku tjetër, pikërisht atë aktivitet ta bëj diku tjetër. Mirë, por para se të kalojmë diku tjetër, në slajdin vijus ta shikojmë edhe një herë këtë objekt. Dhe të pyes, a është kjo teqe? A është kështu kotec pulash apo çfarë është? Me prezesinë jo unë jam shkencëtar, nuk flas me ato që me paraqitime. A flisnin profesor këtu të ndalojmë? A ishin njerëz me kompetencë që thonin se është teqe, kish ose diçka, apo ishin vetëm fjalë hallku? Vinin njerëzit organizonin tash ka podcasta, ka emisione televizive, ka emisione, shqyqoni ai Krishti thoshte ruja zot për njerëz që nuk dinë, se nuk dinë çka është, që tash për herë të parë ja shpjegoj çfarë objekti është ky. Dhe shifnin pjesën në anën e djathtë të këtij objekti quhet observator, dhe është observator i tipit të hapur. Ekzistojnë dy lloj observatorë, tipi të hapur dhe me kupol rrethuese apo qarkulluese në mënyrë rrethore. Tipi të hapur është kështu për arsye se brenda lart në terasë ngritet vrojtuesi përkatësisht me teleskop atje ngritet lart dhe ai kryen vrojtimet e pastaj kthehet pikërisht në mes aty ku është një hapje dhe me një lift, momentalisht lifti s'është i vendosur për arsye se duhet të vendosen dyert, izolohet e tjera, por po hym brenda tashti në slajdin vijus hym brenda aty dhe shifet dyshemeja, është me diametër observatori, akoma jemi në anën e majtë të atij objekti observatori, dhe aty vendoset pra ai lifti në qendër, kurse në slajdin vijus shifet tavani i atij, domethënë asaj platforme, asaj terase. Dhe në qoftë se thonë është hangër pitja tepsia është, aty në qoftë se shkoni, e shifni pikërisht këtë pjesë rrethore, që faktikisht ajo është pjesë e cila është ndarë, pra nuk është homogjene, por rrethore, pikërisht aty është hapja, do të jetë hapja në cilën me lift, pra në mënyrë vertikale, lëvizje vertikale poshtë lart, vrojtuesi me teleskop del atje dhe në mënyrë automatike pasi të kryhet hapet
del vrojtusi në terazë, bën vrojtimet, kthehet poshtë, pra zbret në mënyrë lineare, dhe pastaj në mënyrë automatike mbyllet kjo platformë e cila si e këtill ekziston nëse shkoni atje. Kjo vërteton është gjurmë shkencore, gjurmë e pamohueshme që kjo është një observator. Arsyeja pse është lineare kështu për arsye se kushton vetëm disa 3-4.000 maksimalisht $5.000, kurse ajo për cilin do ta shihni më vonë observatorët me kështu me kupoll rrotulluese kushtojnë $50 deri në $70.000. Dhe tash pra kjo pjesa e majt u sqaru në mënyrë shkencore që është observator pikërisht me këtë hapje, kurse në anën e djathtë, në slajdin views, kthehemi hym në anën, jo, është ky teleskopi i cili ngritet lart dhe pastaj jashtë ai mund të rrotullohet për 360 shkallë në mënyrë planimetrike, kurse 180 shkallë për të gjetur yje kështu me radhë në mënyrë azimutale. Kjo është, për të sqaruar cili është funksioni i tipit të observatorit të hapur pra në teras të hapur. Kurse po i kthehemi tash të krym pjesën e djathtë atij objekti të quajtur planetarium dhe observator dhe shikojmë në anën e majtë në slajdin views. Kjo është dera e planetariumit. Pra jemi duke shikuar nga dera planetariumin. Dhe si shifni disa hapje prej dyshemesë deri lart atje. T'ju them unë që planetariumet kudo në botë nuk kanë dritare, por vetëm një derë. Pra janë hermetikisht të mbyllura në mënyrë optike dhe fizike. E pse këtu tash ju pyetnim, pikërisht faleminderit për pyetjen Zoj. E dini pse këto janë hapje me distancë 30-40 cm, diku 15 deri 20 rreth objektit. Pra arsye se për të marrë frymë derisa të kryhen brenda ndërtimet, se duhet të savatohet, rregullohet, të vendosen karrikat në mënyrë rrethore, dhe masi të kryen gjitha këto për mjeshtë, atëherë të mbyllen këto, dhe ato mbesin si korita. Tash pyetja është pse këto korita, pse kjo formë ndërtimit, pra si se tullat anash janë 25 rrethire, kurse ato kur të mbyllen bëhen me tulla nishe. Dhe brenda tash ajo jashtë është elmut, do të shifet pjesë elmut muri, kurse brenda murit shifen ato korita. Pse pikërisht ato e kanë arsyeën shkencore. Valët zënore se është një efekt auditiv i planetariumit, efekti i planetariumit. Valët zënore të cilat se në mënyrë optike dhe zënore manifestohet aktiviteti në planetarium, është aktivitet fantastik i zbuluar që në shekullin e 18, valët zënore përplasen në ato mure dhe thehen. Kështu që kur bëhet reflektimi bëhet me difraksion destruktiv. Kështu që si thuhet muret e thithin. Prandaj kjo mënyrë, pra fjala kyçe që planetariumi nuk ka as dyra as dritare me qenë ato mbyllen me tulla nishe më në fund, pra vërteton që edhe fjala kyçe, difraksioni, kjo interferenca destruktive vërtetojnë këto janë indikacione apo feature që demonstron që është fjala për planetarium. Kur pjesa auditive, kurse pjesa vizuale ose optike është ajo pjesa mysore e kupollës. Pjesa mysore e kupollës dallon prej teqeve dhe xhamive të tjera. Pra se kupollat kudo ata që dinë çfarë është, ato kupolla janë parabolike. Çka do të thotë? Rrezja prej qendrës deri lart është më e larta, kurse rrezet anash vjen duke u zvogëluar dhe kjo e konstituon stabilitetin statik. Stabiliteti statik për arsye se rrezikon se nuk ka shtylla, nuk lejon shtylla. Prandaj me qenë se edhe statika pa shtylla është rrezikshme të bie nga gravitacioni. Por se kjo pjesë, kjo formë parabolike formon stabilitetin statik. Në planetariumin nuk bën punë kjo, për arsye se fokusimi tek këto, fokusimi optik nuk e ka karakterin piksor. Prandaj kërkohet që të jetë gjysmë rrethore me rreze konstante. Dhe në qoftë se shifni në slajdin views atje, shifet që kjo është me rreze konstante. Pra, kupolla shifet me rreze konstante. Dhe këto dy karakteristika, pra, fjala kyçe, interferenca destruktive përkatësisht, efekti auditiv i planetariumit, dhe efekti optik, audiovizual, është situatë e cila demonstron që planetariumi nuk ka dyra, nuk ka dritare dhe kupollën e ka me rreze konstante, gjë që nuk. Por
t'ju them zoja, shifni, këtë e kam marrë prej internetit, këtë e kam vendosur këtu. Pra arsye se me GPS, Asociacioni Botëror i Planetariumeve e ka njohur këtë planetarium dhe ju një dini për njerëz që janë eminent, të famshëm ose për objekte të famshme, po më duket jo modeste të them që unë është Wikipedia, kam biografinë time, ku ka gjëra që s'kisha dalë pas dëshirë t'i shkruaj. Ato t'i shkruajnë, pra për njerëz të eminent ekzistojnë këto forma të prezantimit. Dhe unë befasova kur e pash atje në listën e Planetariums of the World, edhe lista e planetariumeve të botës, e pash në Europë ishte shifin atje Kosova, me vonë Lituania, Malta, e kështu me radhë gjitha shtetet evropiane. Dhe në fillim ishte vetëm ajo aty ku shkruan Kosova Planetarium of Chabrat, Gjakova Scientific Education Center Cosmos and Human. Këto nuk ka shkruar Gjakovari, as e ka shkruar Kosovari, por e ka shkruar një asociacion ndërkombëtar i planetariumeve. Këtu ata e kanë pa nga lartë, që nuk është që kotet spulash, por është fjala për një planetarium. Dhe më vonë është bërë planetariumi tjetër të cilin kam kontribuar të ndërtohet, dhe ajo është planetariumi tjetër në shtime për cilin do të flasë më vonë, dhe se në slajdin viju si lutem e shifni dy njerëz të cilët janë kompetent për planetariumin. Është Pranvera Hyseni, pra doktoreshe famshme astronomia parë e pura momentalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, se do të jetë në planetariumin kombëtar, kurse djathtas është Soela Ahmeti, i cili është drejtor i observatorit kombëtar, që të dy në 12 vite kanë qenë pra ndjekës të shkollave verore dhe dimrore të cilët i kombajnë gjithandej. Pra janë forcu mirë profesionalisht. Janë aftësu plotësisht profesionalisht. Në slajdin vijus shifet një pyetje atje, kyçja ime në politikë. Dhe me siguri biseduam një ditë Zoe dhe shumë tjerë se ju më pyetën pse vllau ti kozmolog, kështu astronom i njohur botëror, shkencëtar me gjitha ato vepra, me gjitha ato ti kyçesh në politikë ku është ambient me therra. Kundërt me ato që ti me therra, është ambient kompromitues në kuptimin emocional të paktën. Por përgjegjën e dha ministra Arbrier Nagavci në momentin e promovimit të këtij observatori dhe planetariumi që është në shtime. Ajo tha, ndëgjues qytetarë të nderuar, ishin momentin e promovimit, ishin aty një 600 shikues aty ishin edhe ndërkombëtar. Tha në rreshtin e parë aty është profesor Jakoka, i cili ka ardhur në parlament, është bërë në kryetari Komisionit për distribucion të mjeteve materiale, e ka ngrit çështjen edhe disa qindra mijë euro janë nda për këtë planetarium edhe observator. Dhe natyrisht nuk kënaqa Zoj se Suban Gjakov, planetariumi në Shtimli është vetëm 50 kilometra prej këtuit. Që të gjithë mund të përfitojnë. Po vinë edhe prej Tirane, val, ashtu si që planifikohen në Kosovë, është mirëboll atje në Shtimje. Dhe pastaj kur u ndërtua ajo, unë pas 2 mandate u largova nga politika, që më thënë që ishte motivi kryesor. Por edhe njëhet të shifni, murin e planetariumit nuk ka dritare, pra këtë ta konfirmojmë këtë feature, dhe dyta që ajo është me rreze konstante. Kurse në slajdin vijus gjendet edhe njëherë, Pranvera gjithmonë, pra është ajo drejtoresha e këtij planetariumi, që do të thonë është i famshme planetariumi, është me karakter gjithkombëtar, pra është i famshëm nacional, dhe drejtoreshe famshme, por se të djathtë është një tjetër ndjekës, profesor Rashiti. Profesor Rashiti ka falë trollin e vetë në shtime. Për ndërtimin e këtij planetariumi observatori. Prandaj, natyrisht e ka pas inspirimin e vetë, por me siguri ligjëratat që i kanë ndjekur këone e kanë bërë vetën dhe kam mik personal. Kurse në slajdin vijus shifet kjo krenaria kombit tonë, krenaria e Kosovës, por edhe pse e Gjakovës, e ndërtuar në shtime, pra observatori dhe planetariumi kombëtar i Kosovës, dhe si shifet nuk ka dy azritare, sikurse për cilin fola, dhe pjesa tjetër është me rreze konstante, ajo pjesa optike. Kurse në slajdin vijus shifet edhe një demonstrim, ajo është në San Francisco, një planetarium ku shifet që muret nuk kanë, pjesën mureve nuk ka dritare fare,
kjo është në të gjatë gjendjet i planetarium në Londër, nuk ka dritare fare dhe rrezja konstante. Pra, me fakte konkrete, eklatante, demonstruese, vërtetojmë që planetariumi ka kupollën. Ka kupollën, po kupollën e ka me rreze konstante. Jo parabolike, ashtu si kanë teqet e xhamit, po me rreze konstante. Këto e shohin të gjithë. Kurse në slajdin vijus atje, shifet një minare xhamis, më falni. Se kjo po i përnxet, sa mangare buzbarti mi qujt minare xhamis, se teqe e tyrbe është turp. Parësi se kjo është një observator kombëtar me qendrën Prishtinë. Drejtori është zëtiu për cilin e përmenda, pra Suhejl Ahmeti. Dhe siç po shihni, këto janë tipet e observatorëve me kupol rrotulluese. Pra nuk është ashtu siç e përmenda unë që kushton $3-4.000 që lëvizja vertikale dhe me platformë të rrafsht të terasës, por me platformë rrotulluese. Kjo duket si xhami, por atje nalt është platforma rrotulluese që drejtor është Suhejl Ahmeti. Në slajdin vijus shifet diçka tjetër, se njerëzit pyesnin, po mirë, ku i morët i këto fonde? Pse ti më dhan para për me ndërtu diçka? Këtë e pyesin njerëz të cilët janë të lindur dhe vdesin për mjete materiale. Unë kam deklaruar gjithmonë që unë nuk shpenzoj, unë shpenzoj shumë pak. Domethënë, jeta ime individuale nuk kushton mbi $100-200 kur në jetën time. Arsye se kurse gjatë 33 vitër kam qenë profesor amerikan, pra me kohë pa caktuar. Që ke siguru të ardhura. Dhe janë të ardhurat, i kom deklaruar atje, janë dikun 7-8 herë më të mëdha se sa të parlamentit atje. Pra, e gjitha, do më thonë, pjesën më të madhe unë e kom ndarë. Dhe këtu, thot, në vjetet të 90-ta, shifet aty profesor doktor Ramadan Zeinullahu, dekan dhe rektor e universitetit më vonshëm, tregon se si profesor Yahya Koka fali laboratorin me cilin kryhen 11 ushtrime laboratorike. Kjo objekt ka kushtuar më shtrejt se sa këta citon fondet. Unë për zotën e kam pas nisur shtëpinë, 2 vjet e kam shtyr, pra si thon kafshatën e gojës, për të ndërtuar planetarium, për të ndërtuar laboratorin. Laborator të tillë kam ndërtuar edhe më të shtrejt në Tiranë, se për mua Tirana, Kosova janë një. Dhe i keni ndëgjuar që në Prishtinë është laboratori i holografisë i pari atë botë në vjetet e 70-ta, të cilin e kam ndërtuar dhe të cilin akoma funksionon si vetmi laborator shumë i famshëm edhe i vetmi në shtetet kështu ballkanike. Në slajdin vijus, kjo arsyeja pse unë investoj, pra e kam të edukuar në mënyrë familjare, pra pjesën materiale, por gjatë kohës 33 vjet, unë kam udhëheq projekte me ekipet mëdha. Dhe për të mbuluar ato projekte të duhet butosh edhe tekste, edhe punime shkencore, edhe se ato që janë gjuhë shqipe s'llogariten. Prandaj unë kam sakrifikuar diçka tjetër gjatë 33 vjetëve. Pra po them pa modesti që gjatë atyre 33 vjetëve të qëndrimit tim në diasporë, shumë herë më tepër kam kontribuar për arsimin në shkencën e Kosovës se sa 22 vjet që kam qenë para se të largohem nga Kosova në Universitetin e Prishtinës. Prandaj kjo është një libër të cilin e kam botuar si pari dhe vetmi akoma në Tiranë, në Universitetin e Tiranës, bashkë me Dritan Spahjun, profesor i universitetit, i cili nuk ka pasur ide për laseret, edhe teknologjinë, edhe laserike, edhe kështu kozmologjike. Dhe unë e kam botuar me te, kam shpenzuar 4 vite, dhe kjo është koha më shtrejt që kjo teknologji ta sjelli të kombin. Pra, qëllimi i përgatitjes së ngritjes sime botërore ka qenë me qëllim të fundshëm, sikurse në mësimin me kompetence. Ajo që ti kontribuoj kombit, ti kontribuoj në radhë para Gjakovës, Kosovës dhe shqiptarisë në tërësi. Në slajdin vijus është një libër tjetër, i cili po ashtu është për laseret, por në nivel tjetër, me bashkëpunëtorin atë botë magjistër në Bicaka, tash i profesor i pensionuar, me merita shumë të larta, i cili është i famshëm edhe në Akademinë e Shqipërisë, edhe në Akademinë e Kosovës, me botime botërore, dhe kjo është laseri, pra libri me teknologji moderne i pari edhe i fundit i botuar në
trollin e Kosovës. Dhe këte kam në kohën kur nevojitej koha çdo minutë për të kontribuar në ngritjen me mirëmbajtjen e laboratorëve apo mirëmbajtjen e punës atje, e kam sakrifikuar. Njëkohësisht keni punuar edhe kështu. Kjo është arsyeja po më duket jo modeste, por duhet ta them që jo vetëm në aspektin material, por në aspektin kohor, se koha dhe time is money, thonë, koha është më e rëndësishme se sa asgjë tjetër. Shumë e vërtetë. Dhe kam destinuar jo vetëm atë mjetet materialet po kohor. Në slidin views shifet jam në një laborator mionik. Çka është kjo? Me laboratorët mionike me masin turbulencat apo stuhit magnetike diellore. Ekzistojnë dy, edhe në dëgjues të nderuar, ekzistojnë dy mote. Moti hapësiror, që është ekskluzivisht i bazuar në stuhit diellore magnetike, dhe moti meteorologjik për cilin për çdo ditë ne ndëgjojmë. Ky është shumë më i rëndësishëm parasysh se dielli është ai që determinon jetën në gjithë shkafën në sipërfaqen tokës dhe jetën tonë. Dhe në këto 4 pika, njënën 4 pika kom qenë një kohë drejtor i observatorit mionik, për cilin ata që janë të interesuar mund të hyjnë në internet edhe të kuptojnë se janë me orë tëra, shpjegohet çfarë është kështu observatori mionik, edhe si maten stuhi diellore, si duhet të mbrohemi për tyre, se janë, domethënë, bëjnë sidomos se mund të bëjnë veprime fatale në kuptimin, merr mend kuptimin e sinjaleve, se kontrollohen me sinjale kur vinë stuhi diellore, gjitha sinjalet, prandaj trenet që funksionojnë ashtu me sinjale, përplasen e tjera, domethënë shkaktohen mu për këtë arsye para shikimi i motit hapësinor. Kjo është një pikë. Kurse në slidin views çfarë ke? Shikoni, në kozmologji, pra në astronomi, ekziston fakti që ne njohim vetëm 5%. Zojt, vetëm 5% ju dini çka keni për rreth, unë e shikues të nderuar. Vetëm 5%. 95% ne s'kemi kurfar dije. Dhe ajo quhet energjie errët dhe materie errët. Që nuk kupton? Që është muhabet shumë i gjatë dhe nëse hyni në janë 20 këtu pikërisht janë kozmologjia moderne, janë të sqaruara, por duhet të them që hulumtimet nuk bëhen me observime, por bëhen brenda laboratorëve. Dhe një nga laboratorët shifet këtu që shifet, kurse në vijim shifet pa ashtu një laborator tjetër që shifeni është shumë komplekse. Këto laboratorë pra janë për të hulumtuar. Mirë po, tashi shikoni... Ku janë? Janë për botë këto laboratora? Po, këto laboratorë janë të mijat me cilat unë isha shefi laboratorë, domethënë. Kurse ekzistojnë, nuk vetëm unë, por gjithandaj në botë me mija laboratorë ekzistojnë që hulumtojnë, sidomos në CERN, që është energjia errët dhe kështu materia errët. Është muhabet shumë i gjatë e kompleks që s'kemi kohë në këtij emisioni. Por shifoni observatorin të cilin u ndërtuan gjatë ose në shtime, e kanë pa edhe kanë regjistruar nga ashtu. Por si duket këto që po i flas unë, që unë për veten time kam shumë vështirë të flas për biografinë parasyse, por po flas për t'ju dhënë të ashtu mënyrë edukative trive që po të patë një qëllim atër sukseset janë të mëdha. A qëllimi imi ngritjes që jam me nobelista në laboratorë botërore, që gjitha të si bleta që mbledh në këtarën të mbledhit asillin në Kosovë, në Gjakovë, në Shqiptari. Dhe si duket këtë dikush e shesi ndërtim tecesh e pulave tjera, por dikush tjetër, në slidin views, dikush e ka pa tjetër, presidenca Kosovës e ka pa dhe më ka dhënë medaljen e artë për kontribut shkencor. Po kështu medaljet ngjashme më ka dhënë, domethënë për mirënjohjet ngjashme më ka dhënë edhe Gjakova, domethënë si qytetar nderje kam, e kështu me radhë në slidin views shifet para prak, ndalim për slidin më hershëm. Alp Shkenca. Po është një institut gjithkombëtar që është formuar prej shkencëtarëve gjithandaj në botë. Në iniciativë ka qenë një profesor doktor Nikola Qafokë, shkencëtar eminent të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga Shkodra origjinalisht, dhe ne pastaj u vendosëm të formojmë qendra fizike në Tiranë, Gjakovë dhe Shkup. Dhe këto 3 qendra zoj unë kam hapë fillimisht, personalisht. Pastaj ato janë menaxhime natyrshëm. Pastaj ato natyrshëm. 20 vjet ekzistojnë, pra bile kur ka qenë Sali Berisha dhe Gens Polo, ishin 700 shkencëtar në hotelin e Tirana, thanë historinë e kombit shqiptar, 700 shkencëtar për herë të parë mund e keni thyer gjitha
rekordet, çdo akull që të bëhet truri i shkencëtarëve, pra truri i shkencëtarëve në alp shkencë është i konvergjuar, i mbledhur. Tash na mendojmë që kur mbledhet truri, mbledhet edhe trupi edhe kombi. Dhe jonë mjesin atyre që kom përësit babajt e kështu me radhë që po su bashkum ne prosperitet s'kemi as këtu, as në Kosovë, as në Shqipëri, as në Qameri, as në Macedoni. Fitimi ju, liria mirë fill të tjetë kur ne natyrisht gjatë Kosovën do ta bëjmë shtetet, ta forcojmë, po masi ta forcojmë si shtet, ashtu. Kurse në slajdin views të kthehemi konkretisht për flasim, kom për knasi këtë, se jam antar një asociacioni ndërkombëtar për paqë dhe jam kryetar një komisioni dhe kjo është një mirënjohje. Në slajdin views është një fakt që kam shumë për zemër. Ju dini që fatmirësisht shqiptarët tani kanë botu gjithandaj në botë, në revista më eminente botërore, sikurse edhe unë. Por unë jam ndërparts bashkë me profesor Samir Bishën disa të rrallë që kemi thyer ato akuj. Por këtu është një mirënjohje për recenzimin e punimeve. Pra edhe recenzurat bëhen me nivelet larta. Mu me qenë se kanë konsideruar që kanë bërë recenzime niveleve të punimeve shkencore më eminente që janë edhe mënyra e recenzimit që ka karakter shkencor edukativ, mu më kanë dhënë një mirënjohje për cilën aty shifet. Kurse në slajdin views është një rekognisim tjetër nga diaspora. Pra diaspora shqiptare ka votuar gjithandaj në përkrejt botë dhe në atë vjet ma kanë dhënë kështu certifikat njohje diaspora shqiptare. Jo gërnaqët, po diaspora shqiptare. Gjithkombëtare, me cilën ne mburremi. Kurse në stadin views është një qels kur isha i ri profesor në vitet e 80-90 në Universitetin Carnegie Mellon dhe mandej shkalojmë slidin views që në Kozmosi dhe një aktivitet veçantë ka dhënë edhe profesor Mark Krasniqi. Them që aty në Kozmosin e një në këtë aktivitet ka kontribuar edhe Adem Demaci, ka qenë edhe andaj Don Lurgjerzi si psikolog ka dhënë ligjëratat veçanta. Merita Mesini është një shkencare botërore e cila ka zbuluar ekzistencën e universive paralele. Dhe është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është antare nderit e Kozmosit dhe njëu që ekziston dhe funksionon ka qendër në Gjakovë. Profesor Krasniqi ka dhënë një kontribut veçantë, por duhet ta përmendni një burr tjetër të veçantë në slajdin views, Gjok Geci. Gjok Geci, i cili jo vetëm si intelektual, por ai mu ka gjetë vazhdimisht me aktivitete bashkë me profesor Krasniqin, me kushërinë e tij Pjetër Gecin, me ashtu që në momentet kur ishte diskutabile, se shikoni njerëzit gjithmonë, sidomos kur ti të bësh ato që është jo konvencional, jo rëndom, pyesin çka është kjo. Ndoshta edhe me qëllim jo të keq, po pyesin çfarë, pse ky investon, çka bën ky tjera. Ky mu ka gjetë afër dhe sidomos e ka facilituar kontaktin në kishën franciskane ku na pritën në mënyrë të mrekullueshme dhe mbasi i bëm dorëzimin e kështu me radhë, kisha franciskane më ka dhënë një mirënjohje të veçantë për kontribut veçantë për ndërtimin, siç thonë ata, të një muzeu shkencor me titullin Gjoni Kolkazazi, dhe ata kanë kompetencë. Dhe unë shpresoj që do të koordinohen një ditë me komunën edhe do ta procedojnë. E ky Gjok jemi në një ceremoni fetare, kështu kombëtare, ku ky përveç që është ekspert në shkencat edhe politike dhe juridike, është edhe artist në ndërtimin e qirinjve. Dhe aty është Nën Tereza në qiri, e kështu ka një karakter simbolik për kontributit ti. Dhe jemi 2 slajdet e parafundit, në slajdin views, shifem në kur isha në MIT në vjetet të 80-ta, 90-ta, në 80-ta, që është pra Harvard e MIT e janë sikurse dhome para dhomë, kurse në slajdin e views ishte koha kur u kyqa në politik dhe janë përfasoj Kosovën e një aktivitet veçantë, kurse edhe slajdin e fundit, cilin do ta prezantoja, është një diçka se unë e them që për t'i dhënë dritë dikujt vetë burimi duhet shkelcej. Unë e thash që motivi kryesor që më ka dhënë porosi, thash prej fëmijës, babaj kështu pararsit, që të kontriboj për kombin në mënyrë intelektuale shkencore. Dhe për këtë kam dashur në mënyrë kulminante. Kjo ka qenë motivi im që në mënyrë kulminante edhe të kthehem. Dhe ja, kjo është fatmirësisht se unë jam me profesion në optikën dhe spektroskopinë.
astronomia duhet t'i vërtojsh, por me spektroskopi t'i shikojsh strukturat, lëvizjen e të dhe strukturat kimike. Kurse puro astronomi është, apo kozmologji është ky punim. Dhe në këtë punim shifet që unë jam i pari, zonja Farhan dhe Sharma, bashkëpunim me Peter Ring, drejtori institutit Max Planck Institut, kemi vërtetuar, ata në vërtet u kyçan në një projekt të cilit të atyre që ishte investuar nga NASA, dhe ky punim është një abstrakt i botuar në Harvard, flet për pse ekzistojnë elementet e rënda në tokë, pikërisht në sistemin diellor. Dhe pse është kjo pyetje kaq e rëndësishme? Për arsye se zoj prej kohës së Big Bangut, e deri sot kanë kaluar 13.8 bilion miliard vjet. Në këtë interval kohor, procesi shëndrimit të elementeve të para, në fillim s'ka pas kur fare elemente, pastaj elementi më primitiv është hidrogeni. Pastaj me transmusion, një proces evolutiv kozmologjik, shëndrohet elementi primitiv, hidrogeni, natriumi, kaliumi, rubidiumi, ceziumi, franciumi, bakri, ari, gjitha këto elemente në mënyrë graduale. Ky gradualitet kërkohet jo 13.8 bilion miliard vjet, po kërkohet 100 miliard vjet. Justifikimi nuk ka ekzistuar justifikim pse elementet e rënda. Tashti jo vetëm që ekzistojnë në sistemin diellor, por ju nëse s'keni hekur, ju quajnë anemike. Prandaj edhe në trupin tonë, si pjesë e sistemit kozmik diellor, ne kemi elemente të rënda. Ne kemi dhënë justifikimin, por edhe shumë shkencëtar të tjerë pastaj me qindra punime, prandaj kjo është ajo që kam arritur me kolegë të tjerë të vërtetojmë pse ekzistojnë, pra një zbulim që teorik me shtu në formulë të Schrödingerit, me të specializuar në relacionin Hartree-Bogoljubjev, kemë arrit të vërtetojmë pikërisht pse ekzistojnë elementet e rënda në sistemin tonë diellor. Dhe kjo është ai tërësia e slajdeve, të cilën ndesha ta ashtu, në qoftë se keni ndonjë pyetje të veçantë, atëherë unë me kënaqësi do t'i përgjigja për arsimin e për çfarë do të keni. Me i përcjell secilën prej këtyre slajdeve dhe me të përgëzuar për gjithë këtë punë akademike dhe shkencore. Pyetja ime është, kur dikush ka plotëri që i ndrojnë universitetet botërore, si që është Harvardi dhe universitetet tjera, ju i keni prekur nga afër dhe keni me punën tuaj keni nxjerrë shumë talent. Çfarë do të thotë kjo për ju? Edhe sa e keni atë ndjeshmërinë që studentët nga Kosova, jo të gjithë kanë fatin të punojnë në laboratore të kësaj natyre, siç punoni ju me studentët të huaj? Me lejoni t'ja përgjigjen pak në mënyrë më elaborative, Zoj. Shikoni kur Miloševići apo Akademia e Shkencave, se nuk ka fjala për Miloševićin, po Akademia e Shkencave e ka planifikuar sulmin ndaj Kosovës, e cili sulm është në mënyrë të vazhdueshme me shekuj, ata në radhë parë kanë menduar ta sulmojnë inteligjencën, arsimin, shkencën, kokën e njerëzit. Pra mendoj të menduarit. Dhe kështu që nëse kujtohet para luftës ishte sulmi më i madh në universitetet dhe në shkollat. Dhe ata arritën që neve të gjenerojnë një katrahur. Dhe pastaj pas luftës erdhen këta të huaj, të ashtu quajtur. Po, unë kam takuar njerëz nga Bangladeshit, i cili ishte general atje dhe po shkojnë në Kosovë, mes nesh e thonë nuk ishte edhe thotë se kishte prej mirë, edhe kështu ai s'demonstroi kjo si intelektual, po ishte general. Dhe ai tash i shikoni, prezenca këtyre bën disa burrave ka pas, edhe njerëz të intelektualet, qëllim mirë tjerë, bën që neve arsimimi të vazhdon edhe tash akoma mas luftës edhe 20 vjet, vazhdon në mënyrë improvizuese. Dhe mu që atëherë më ka brejtur dëshira që ne mos të fillojmë, mos të vazhdojmë në mënyrë simuluese, improvizuese. Dhe kjo dëshira që PISA të jetë, ne të jemi në PISA niveli më të lartë. Se PISA vërteton është një filtr që vërteton ku është niveli arsimor, se zhvillimi teknologjik dhe uniteti, unifikimi se bota tash është në fshat të madh, ka bërë që nevojën që neve të jemi në nivel ashtu ta shtuqytem si me kompetenca. Ne as nuk kemi programe, kurrikula, bazas, korniz në sistemin e kompetencave, as si kemi kuptuar kompetencat. Tekstet shkollore janë të ndërtuara në ato kurrikula. Dhe sistemi arsimor është zinxhiror edhe kërkohet edhe tash shikoni jam afruar që unë nuk se thuhet 15 vjet kërkohen. Po.
Unë e pash që në nivel universitar është nivel komunal është kompetent se komuna është në sistemin këtil demokratik që kemi neve, komuna është një farë mini shteti. Ka kompetencë për të ndërtuar sistemin arsimor. Dhe unë tash jam larguar nga parlamenti, por unë do t'i ofrohem kujtdo që të më zgjedh që unë e garantoj për 2 vjet sistemin e kompetencave në Gjakove, jo tjetër kund, do ta bëj në nivelin më të lartë ndoshta në Ballkan. Këtë e thamë në mënyrë konkrete dhe do t'jemi pastaj në bisedë nëse do të bëhet. Dhe ja kështu do ta nëse bëhet kështu, atë do të jetë model edhe për se unë e du Gjakovën e kam nga zemra dhe sa herë që më kënaqet zemra ndjesitë emocionale kur mendoja dikun, sidomos në diasporë, i mendoja sokakët e Gjakovës, ato muret mbuluara me varg duhanit, ato emocionet e cilat janë si duket ishin vujtje shekullore, po ishin mobilizuese për të patur për sukseset sa ma kulminante. Dhe tash unë kam dëshirë që edhe para, se unë tash jam në moshë të shtyrë, por me kondicion bukur të mirë fizike e intelektual. Dhe mirë vazhdimisht punoj, edhe në mirë fizike, aktivitet sportiv, por edhe intelektual, ja kushtoj 7 orë në ditë të mësuarit. Profesor, me gjithë këtë aktivitet shkencor, gjatë gjithë këti rrugtimi, sa keni gjetur kohë për familje, sepse puna juaj domosdoshmërisht ka marrë kohë shumë në teren? Po shikoni, në qoftë se ti nuk ke mundësi që me diametër me rrezet tënde, ti kanë pa një mjek ashtu, ky ka shku për të rregulluar flokët, rënjën e flokëve. Kur futet atje është një tullac të mjek, thotë urdhoni, thotë jo e kreva, thotë. Kështu që po them unë në shtëpinë time kam 2 fëmijë, djalin edhe vajzën. Vajza ka kryer doktoratin në Paris, është profesorë në universitetit në Prishtinë dhe po them Prishtinë për arsye se ajo specializimin e ka kryer në Zvicër, në Lozan dhe ata kërkuan që atje të qëndroj. Dhe unë kam sikurse baba që më ka imponuar, ajo ka ardhur dhe është drejtoreshe IPCO-s. IPCO është një kompani kështu slovene, por ajo është për shqiptarët, për kujdeset për mirëqenien shqiptarët e IPCO-s. Kurse djali po ashtu i ka kryer gjitha prej foshnjorës deri në Universitetin e Vjenës edhe në qendra tjera botërore dhe është i zgjedhur në Finion pastaj edhe në Vjenë, por është profesor i Universitetit Femiagani në Gjakovë. Është profesor i asocuar. Kështu që domethënë ti në qoftë se ti në ambient edhe ku kam qenë për afër, edhe fëmijët e mahallës kanë pas sukses. Kushdo që ka qenë ka pas sukses, se mua më ka interesuar sidomos mësimdhënia, metodika mësimdhënies, mënyra transmetimit të informacioneve. Ju keni dëgjuar që kam zgjedhur talent, ndoshta s'keni dëgjuar, po kanë qenë disa në emisione televizive, i kam zgjedhur talentat më eminent në Gjakovë, kam parë që edhe mati koeficientin e inteligjencës, kam parë që 1/3 për tyre të kalojnë koeficientin e Einsteinit. Dhe kështu që domethënë mundohem të kontribuoj kudo që jam për rreth dhe se kam arrit mirë, po njerëzit nuk kuptojnë, sidomos në politikë, ti kur je jashtë sistemit, kur gjithë mendojnë diçka tjetër, mendojnë për xhepet e vet, mendojnë për në mënyrë simulluese me arrit suksese gjatë natës, edhe tjerë të gurzi që të akuzojnë nësi, i ki fështirë, por unë des frymën e fundit do të mundohem edhe do të ofrohem tash në Gjakovë që të bëj reformimin mirëfillt të arsimit. Po, pyetja ime e fundit është, çfarë është shkenca për ju dhe çfarë ishte politika për ju? Kështu që politika është shkencë, por është edhe art i të mundshmes. Nëpërmes asaj arrita pra të realizoj në shtimje, pra megjithëse ata nga shtimja është gjallëruar ajo, se nëse ti don dikush të ngrit, nëse nuk ta ka imponuar, mbjellur dikush motivin, 10 vet mundën të ngrit edhe s'mundesh më ngrit, po nëse ti e ke një motiv nga brenda, e unë më thon duke patur vijus të shkollave dimrore dhe verore rreth 13 vite, edhe zonja Pranvera, edhe zoti Rushiti, edhe ata mobilizuan dhe na e ndërtuam me investime të cilat unë nisa nga Parlamenti i Kosovës dhe ai ishte një sukses për cilin mburrë në politikë. Këtu mendoni si ishte ajo e mundshmja? Kjo është ajo, domethënë që unë e arrita, domethënë për ndryshe si ishte ndërtuar. Natyrisht, po shkenca? Po shkenca, shikoni, unë shkencën e shoh si ngritje
një konkurencë botërore. Nga natyra jam kom qenë edhe sportist, gjithmonë kom pas dëshirë të garoj. Dhe nuk është më rëndësi dhe të mundohem në mos të paren, diku ka dyta i treta më shkoj më poshtë. Dhe kështu kom arrit në shumë Jeni rrëzuar ndonjëherë në këto përvojat e juaja shkencore? Shikoni praktikat dhe si keni te kaluar ato? Sidomos njerëzit kur s'kuptojnë fare. E nuk i urrej ata, i du ata. Edhe ata si më kanë kritikuar, më kanë thonë tecja, për mos dije se kanë bërë. Pra ndë i dua akoma. Por më bëjnë nervoz pse mas sjarimeve kas të mëdha që po bëhen, pse s'po ngritet PISA. Pse s'po ngritet sistemi arsimor. Që 20 vjet kalum, pse nuk shikoni unë jam i vetvendosjes. Por nuk ngritet ajo do të për asi, unë sa rritat jem nivelin e kurse në komunë do të mundohem, kurse këtë kontribut se kanë dhënë partita dhe parë prake. Dhe më thonë 20 vjetë, kur s'kanë kontribuar në mirë fillt. Janë munduar për një natë, njërë simuluse. Di mjaft, e spjegum çka është kurikula, e bëm kurikullin, e bëm ato këtë njërë simulative, kur delë se po dalin që janë falso, simulativ, po dalin që janë jo të vërteta. E rezultatet në sistemin e kompetencave e qetë fundi. Fundi është PISA. Që unë, kjo është motivim kryesor që të ngritem, që të kontriboj ambientit dhe shqiptarisë në radhë. Edhe njerëzimit tërësi. Faleminderit profesor shumë për kohën e dhuruar në këtë emision, për gjitha këto fotografi të bukura të punës suaj shkencore. Uroj shëndet dhe të takohemi në një moment të dytë kur do të flasim edhe për shumë gjëra tjera dhe projekte për të cilat ju pretendoni t'i keni në fushën e arsimit në komunën tonë. Faleminderit. Zoj, moderimi juaj si gjithmonë, sidomos sot më ka sjellë për një kënaqësi të veçantë. E kom di vetën shumë mirë me moderimin e juaj dhe kjo demonstron një inteligencë, një profesionalizëm shumë të lartë. Ju faleminderit për ju dhe për shtëpinë juaj që më ka ftuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi përmbyllur diskutimin e sot me profesor doktor Jaja Koka, gjithmonë duke u përpjekur që të kemi edhe në emisione tjera personalitete, po kaq të rëndësishëm siç ishte profesori. Mirëmbëjtje dhe vazhdoni të jeni me programet tona.